Përshëndetje zoti Guri, sot do të zhvillojmë një intervistë mbi problematikën e cila është hasur ditët e fundit, sipas një denoncimi që kemi nga emisioni investigativ Piranjat mbi pallatin e Allabar, siç njihen në zonën e Durrësit, të cilat janë me bujë të madhe, por tani kanë shfaqur një problematikë që mund të vendosë rrezik edhe sipas denoncimeve, kemi një zhytje të pallateve në tokë rreth 78 cm, ndërkohë që sipas reagimit zyrtar më pas në IKMT ishte 28 cm, por problematika nuk është në fakt kjo shifra, është fakti që përse ka ndodhur. A është ajo në zonë e duhur gjeologjike për ndërtim dhe cilat janë problematikat në që mund të shkaktohen edhe a ka rrezik. Kto si fillim dhe më pas vazhdojmë edhe me problematikat të tjera të çështjes. Shko unë rolin e një inxhinieri gjeolog, ku për vitesh bia 45-50 vjet që studioj dhe merrem me fushën e geoshkencave, për ne është problem i njohur që në zonat caktuara, siç janë rrerat bregdetare, dhe fatmirësisht, jo vetëm që jam inxhinier gjeolog, por kam bërë dhe një studim në 1999 nga Curila deri në Dukat të Vlorës për zonën bregdetare, që sa ato janë të afta të mbajnë vepra urbane. Dhe neve na ka rezultuar që segmente të caktuara, o jo të pakta, të shumta, nga Curila deri në Dukat, kanë pjesë rrere, bregdetare, që nuk mundin të mbajnë pesha të rënda. Pa zënë është Durrësi, është Golemi, është Semani, edhe zona të tjera. Ndërkohë që por në bregdet ka zona që nuk e kanë fort këtë faktorin, ne i quajmë faktor subsidence, zhytje, faktorin e lëngëzimit të rrerave, është koncept gjeologjik, që do të thotë që ku një zonë bregdetare si Durrësi, si Golemi, si Semani, kur kanë vepra që ndërtohen urbane, ka një peshë të caktuar, ato nuk është se shembe, nuk është se si tërmeti që të shkërmojtën të bien, po ato zhyten për shkak se uji i rrerave të bregdetit shkon drejt detit dhe rrera ngjeshta. Duke u ngjeshtur rrera, merr një pozicion kompakt rrera dhe godina zhytet, po edhe tjerësohet. Pra nuk është thjesht kur ajo zhytet në mënyrë uniforme. Edhe do thua ashtu u zhyt 20 cm. Unë mësova nga media që ajo është zhytur 100 cm, 1 metër. Me këtë peshë që ka. Imagjinoni një peshë më të madhe që mund të aty ndërtohen me rrjetra pallate shukaçe. Dhe unë besoj dhe që kemi të bëjmë se Zoti po i ndihmon shqiptarët që ajo nuk është zonë ndërtimi, se ti ishte zonë ndërtimi, të parët tanë kanë qenë më të mençur se neve. Dhe e kanë kthyer atë në një port të niveleve europiane. Është porti i parë në Europë, ndoshta edhe në botë, është port i rëndësishëm, Durrësi, është port që prandaj u bë port, se të nuk bante dot veprat urbane, dhe prandaj veprat urbane janë në tokën askenetore, siç është spitalla, por në tokën pak si shkëmbore. Pra, fenomeni është i njëjtur, është i rrezikshëm, është më i rrezikshëm se tërmeti, se nëse tërmeti bën atë dëmin e vet dhe ti ikën ose ndërton shumë herë më të madh se sa tërmeti, kjo nuk pyet ndërtimin e vet. Vepra mund të jetë e shkëlqyer nga pikpamja inxhinierike, konstruktive, dhe tu nuk është se dëmtohet vepra si në tërmet, murret e veprës. Tu zhytet vepra dhe anohet, që e bën papanueshme çdo lloj çimento apo hekri market vësh, çdo lloj lëndë ndërtimore të ofrosh. Ajo ne kemi shembull në Amerikë dhe në Japoni, se ata e shpikin japonezët dhe amerikanët, që në ndërtime të tilla, në rrera të tilla, pa ndodhur tërmet, jemi pa ndodhur tërmet, sepse kur ndodh një tërmet 4-5 balsh, 6 balsh, kjo e përthyen shumë herë më keq. Kjo zonë bregdetare me rrera të lëvizshme e përthyen shumë herë më keq veprën urbane. Do të thotë që e bën akoma më të ndjeshme ndaj zhytjes, diku 1 metër, po e diti që në Japoni ka zhytje deri në 7 metra, pallatet nuk bien, po pjersohen. Pra, edhe ky mund të jetë një shembull i tillë.
dhe për mua është shumë e rrezikshme. Pavarësisht se media dhe vetë kryeministri më duket ai quante si një si butafori, si shpifje e mediave, ndërkohë që ai është fakt ideologjik. Edhe ne nuk I themi dot ndalë si fakt ideologjik. Ai E është ka fakt pranuar që KMT-ja, ka dalë thjesht ka mohuar që të ishte zhytja aq e madhe dhe ka deklaruar një shifër më të vogël, po themi, dhe po bëhen lojra shifrash. Njërin 100 cm, 70 cm, 28 cm, thjesht domethënë janë reagime kontradiktore sa ju përket shifrave, por është pranuar tashmë. Po është pranuar zhytja. Po, është pranuar zhytja edhe zyrtarisht. Edhe kompania thotë që ne e dim tha, edhe mund të zhytet, edhe mund të bëjmë liçene, edhe ato mund të jenë parkinge në toksore, mund të bëjmë dhe liçene thotë, ujore, brenda katërve të para, dyta të nëndeshme. Kjo nuk e të bësh thjesht me një zhytje 27 cm, apo 70 apo 100. Kjo me kjo lloj peshe. Imagjino pesha e plotë e pallatit, imagjino pallatet e tjera, atëherë ajo zoti natyra thella një paralajmërim që nuk mund të vazhdoj dot më. Për mua, si gjeolog, si inxhinier gjeolog për fat, unë them që nuk duhet të vazhdosh më, sepse të pret kjo lloj sigurie e rrezikut. Risku gjeologjik ose rreziku gjeologjik, aty ta tregoj tash, 27 do të 27, po edhe 1 cm të zhytesh. Edhe 1 cm tregojnë që toka, segmenti rëror, aty punon me subsidencë, punon me liquefaction factor, me faktor lëngëzimi. Kaq. Mua më jep shenjë si gjeolog. Dhe nuk ka zot ta ndreqi. Qofse ti internet e bën nga e para, e shkatron pallatin dhe e bën nga e para, tu nuk e çfarë bën nga e para. Ktu thjesht të thotë që mos vazhdo ndërtimi, po duke qenë se këta I kanë bërë pa projekt lirike shqiptare, duke qenë se këta I kanë bërë në inat me popullin, e kanë bërë me vendimarrje të gabuar politike, atëherë zoti natyra, po them zoti për ata që besojnë dhe natyra do t'im të shkojë. Dhe ndëshkimi I natyrës është pikërisht kjo. Për sa I përket mund të ketë dëmtime edhe strukturore të tjera përveç zhytjes, pra mund të kemi dëmtime Jo. Në përgjithësi nuk ka ndërtime në strukturë që është tërmeti. Tërmeti rrezon mure, rrezon kolona, kjo nuk e rrezon. Kjo thjeshtën gotina e ecën shoqëron zhytje. Ori në gjendje vertikale, pak e anuar, po në shumë raste varet nga diferenca e qoshtjeve. Mund të jetë një qoshtje që punon më shumë, që kompaktohet më shumë, një qoshtje më pak, edhe ajo tjerësohet. Pra, nëse kemi ose mund të ri në këtë pozicion vertikal, ose ri si kulla e pizës e pjerësuar. Po është e papranueshme, është nuk keq se tërmet. Nëse tërmeti të bën që ti të ndërmarrësh një hap të dytë, një rindërtim, një riforcim, tu nuk ke çfarë riforcon. Pra e gjeta fjalën pa. Nëse tërmeti mund t'i vësh bazamente të forta, të fuqishme, e bën nga e para, e ndërton, këtu nuk e, këtu ta ajo të thotë ndal. Ndërsa kryeministri dhe shumë të tjerë e portyrën sikur është shpifje e mediave, është njerëz të caktuar. Ndërkohë ja, unë jam inxhinier. Këto do inxhinieri me dituri mesatare gjeologjike. Është vetëm të jetë një patronazhist, në një tip qeverie që mund mos ta pranoj. Po nuk ka mundësi që një inxhinier gjeolog, sidomos një gjeolog inxhinierit, siç edhe ne pretendojmë që jemi, të gabojmë duke bërë një logjik të kundërt. E vetmja logjikë është e dëmshme, duhet ndaluar, ajo do pjerret, do bëj një pjerësi të tregojnë që do ndalosh punimet, të tregojnë që është proces natyror që ti nuk del dot mbi natyrën. Nëse ti vdeshesh me një ligj natyror, ti nuk e mposh dot natyrën. Kjo është ligji pra. Ndryshe nga tërmeti që ti mund të bëje rindërtim apo riforcim të veprës, këtu nuk ke çfarë bën më. Fakti kur s'kan bërë dot amerikanët, japonezët që janë mjeshtri të këtyre gjërave, dhe unë kam me 10 figura studime se si japonezët e kanë lënë në atë gjendje, vetëm se kanë ikur banorët. Ajo mund mos bjeri si ndërtesë, por ama e çfarë tutje se do jetosh në pjerësi, në pallat të pjerë, duhet di e kam mirë të pani kështu, do jetosh pallat të pjerë. Pra, në kuptim them që media ka të drejtë, qytetarët kanë të drejtë, Zoti gjithmonë ka të drejtë, natyra ka të drejtë, dhe ata janë gabim. Çfarë lloj
lloj analizash gjeoteknike duhet ishin kryer përpara nisjes së ndërtimit që të mos kishin këto lloj problematikash. Po, bravo, ke drejt. Neve, ku kemi studuar në 99, kemi qenë një grup për 30 vetash, të gjithë profesor doktora. Nga ndjes pas Beti Muqo, profesor Shqyqyri Aliej, Siasi Koqiu, Eduard Sursarova, këta ishin ana e sismologëve. Ishim 3-4 gjeologë, ishim petrograf, ishim rreth 20 e ca shkencëtar dhe rreth 10-12 disiplina. Edhe ne kemi marrë analizën në faktin që u po them që nga Çurrila në Seman, pastaj nga Semani në Tukat, ne përcaktuam me anë kampioneve zona që lëngëzohen, zona që ta japin këtë dukuri dhe i kemi përcaktuar me segmente. Ndërkohë që këta ka shumë të ngjarë që mos i ke marrë parasysh studimet gjeologjike tona, që janë atje në Institutin e Napës në tjerë akoma, ne edhe nuk kanë bërë studime të gjeologjisë inxhinierike të mirëfillta për këtë faktor, që quhet faktori lëngëzues. Se po të kishin bërë që RERA ka formula, ka tabela, ka mediana, që ka grafik që vërtetojnë që kjo RER në kushte peshe, për shembull, RERA mund të lejojë deri një dukate, por nuk mund të lejojë dot 3 katre edhe 10 katre edhe 20 katre. Prandaj kampioni do sillesh në gjendje laboratori, të cilin këta nuk e kanë si laborator. Tu ku jam unë, tash që përballë afër teatrit Turbina ka qenë laboratori hidroteknik, po ka pas laborator gjeologo-inxhinierik, të cilin këta nuk ekzistojnë më. Ai vajtu mendja ose e ka bërë të shpejtuar, pra i ka shpëtuar ky argument që kampioni duhet nxirrte së zbën faktorin po shprehim qatë faktorin lëngëzues të rerës. Jo tot lëngëzues, që rera në një peshë të caktuar dhe në një tërmet të caktuar, rera gumullohet, bashkohet letër dhe lëshon ujë. Lëshon ujë që ka rera me rerën, midis porëve të saj, dhe duke mbledhur njëra me tjetrën, ne quajmë kompaksim, por ndërkohë quhet dhe lëngësim, do të thotë që uji i rerës rrihet drejt detit dhe formon një sipërfaqe bosh të peshës së saj. Pra, do të bërë kampione që domosdoshmë, kampioni forcën e rerës në mbajtje. Kjo është e gjitha. E qartë. Pra juve shumë i qartë, nuk e di forma tjetër. Po, folët shumë thjeshtë dhe ishte shumë e qartë si përgjigje. Pra, juve pak të shërëta që kjo ka një rrezik shumë të madh për banorët dhe pallatet janë të pabanuara. Duhet që institucionet tashmë ta shpallin si të pabanueshme, duhet është që të shpallet me një herë dhe që të ndërpritet edhe blerjet, po themi. Shiko, shqiptarët si në përgjithësi kanë dy gabime të mëdha. Firmosin pa pargje dhe paguajnë pa ditur gjë. Mund të jetë i vetë një rasti në Shqipëri, ndoshta nuk e di në botë, po le të themi në Shqipëri, që ti blej një shtëpi me miliona lek ose lira dhe ti nuk pyet se çka raporte studimore ka ajo gjeologji, internet, ky faktor është pak. Ndërkohë që kompania punoi me i lek. Ta dish ti vajzë të dashur, qeveria pa 2 milion euro për reklama dhe me anë të reklamave ky shiti trendin, filloi vetëm projektin dhe shqiptarët paguan deri tani rreth 2 miliard janë mbledhur lek me sa di unë. Që ky fillon ndërtimin e kësaj portit që po i quan si zonë vegetare. Pra lekët e shqiptarëve, ky u fut në këtë qoshtokak dhe zoti natyra ndihmon shqiptarët me gjithë se gabuan. Ndihmon shqiptarët me gjithë se gabuan, që paguan paradhënie për një shtëpi në ajër, për një ndërtesë që s'kishte filluar bazament, se zakonisht paguhet një projekt i caktuar, një bazament i ndërtuar. Ata paguan vetëm me reklamat në televizive që bëri qeveria. Dhe kjo është një lloj dënimi, është një lloj rekomandimi që jep natyra që ndalu bek se ke ndek. Mos vazhdo për mua, si inxhinier gjeolog, ku ju më njihni mua si inxhinier mjedisi, po më kam 50 vjet, i bie 23, 73 po vetë, i 50 vjet i pandar asnjë ditë nga shkenca e gjeologjisë. Pavarësisht që kohë fund jam marrë me mjedis apo me histori. Dhe jam i bindur për të gjë që duhet që të shemben
këto godina nëse për faktin që janë Mos të ndërtohet fare ma, jo, po patjetër të shembet godina. Po mos vazhdojnë ndërtimet më. Pra, ajo që kërkojnë të bëjnë këta ti, që të sportin e Durrësit drejt Porto Romanos, kur porti i Durrësit është gjë i mbyllur, sepse të parët tanë nuk kanë qenë budallëti, që e kanë patur syrin e pishës, e kanë patur 5 cm të lartë, të madh, syrin e ka qenë shumë herë më të madh se neve. Nësa neve nga Covidet edhe nga politikat e qeverisë të botës, neve nga të kjo, syri final, syri parashikimit, syri i vërtetësisë. Dhe sot janë shumë herë më të mëdha, ndërkohë që atëherë ka patur vërtetësi, dhe pra ata nuk e zollën gabimisht portin e Durrësit, që do thotë që ata e kanë ditur se zbon me shkencën e tyre Herrera nuk mbante peshë, po mbante port. Ta tash ndërtojnë portin në Porto Romano, që Porto Romano e gjë hapu, që s'ka për të shërbyer kur si Porto Romano, s'ka për të shërbyer më të fjalë. Kur nuk ka për të shërbyer sepse të gjitha ato që vinë sedimentet vini nga Karpeni, vjen përplasen ke kepi i pallës, edhe kthehen dhe e mbushin portin e Porto Romanos. Ndërkohë që gabimet shkatohet porti i Durrësit, ndërtohet porti i gabuar, ndërtohet i qyteti i gabuar, pra kjo vepër monstruoze ndaj shqiptarëve, që shqiptarët nuk ditën ta mbrojtin, as opozita zgjidhen ta mbrojnë, atëherë po i ndihmon Zoti, dhe Zoti po i thotë ndalu. Për mua duhet ndalin punimet dhe të kthehet në gjendje natyrore porti i Durrësit, Porto Romano në liman liman Jaktesh, Porto Romano, dhe jo e kundërta. Porti i Durrësit liman Jaktesh dhe Porti Romanos të jetë port ndërkombëtar. Nuk ka mundësi kjo. Natyra do të japin dëshkim. E Allah shenjën e parë sot, do ta japi kur të mbushet porti i Porto Romanos, të mbushet çdo vit që ti do harxhosh miliarda euro për të pastruar rrerën që grumullon kepi i pallës që e hedh rrerën në portin e Porto Romanos. Prandaj nuk kanë qenë budallë të parë, kanë ditur me metodat e tyre, me syrin jo kotjetar, syrin final, syrin pish, që kanë qenë të mençur dhe kanë ditur si të zgjedhin vendet. Tani me shkencë gabojnë sepse i çon politika nga thotë politika e dua kështu. Që ndryshe s'mund të shkoni kurta në një zonë gabuar pa ditur vetit e rrerës. S'mund të shkoni kurrë. Kështu që kjo është për mua. Për mua do ndaloj çdo gjë. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, profesor. Asgjë. Dëgjojmë një intervistë të tjera. Faleminderit. Po, patjetër.